Pas 3 orë negociatash, përfundoi takimi i grupeve të punës të 4 partive më të mëdha në vend ku ende nuk ka marrëveshje për çështjen e pasgjidhura në lidhje me kornizën ligjore të prokurorit special. Për dallim nga ditët e tjera ku i vetmi për mediumet prononcohej eksperti i ngarkuar për lehtësimin e bisedimeve, Pieter van Hooijt, edhe ai sot anashkaloi mediumet. Siç mësohet, LSDM-ja kërkon një ligj të ri dhe autonominë e plot të prokurorisë speciale dhe legjislacionit të ri ose shtesa në ligjin ekzistues për prokurorinë. Ndërkaq, VMRO-DPMNE-ja dëshiron që çështja e prokurorit të rregullohet vetëm me akte nënligjore, respektivisht duke formuar sektor special në kuadër të prokurorisë aktuale publike. Sot në takim përveç ekspertit belg, Pieter van Hooijt ishin edhe ish prokurori irlandez James Hamilton dhe prokurori për krim të organizuar dhe korrupsion nga SBA John O'Sullivan. Sipas marrëveshjes politike, prokurori special duhet të zgjidhet deri më 15 shtator. Nëse nuk ka marrëveshje mes partive, mund të ketë rekomandim arbitrar nga garantuesit ndërkombëtar të marrëveshjes.